diskutim që reflektohen studimet shkencore të hartuara apo të realizuara në nivel ndërkombëtar. Ky lloj informacioni nuk duhet të keq interpretohet mbi moshën. Unë jo vetëm e reflektuar në udhëzues, por e saktësoj. Element tepër i rëndësishëm i udhëzuesit është edhe konsenti individual për informimin se cilat janë procedurat dhe cilat janë benefitet, por njëkohësisht ky konsent i jepet nga një individ adult dhe pa diskutim që udhëzuesi reflektohet vetëm për moshën adulte. Pra është fëmia, por duhet edhe konsenti i prindrit, pra akordi i prindrit i një njeri të rritur, apo jo? Jo lutem, është konsenti individual, jo i prindit. Dhe e kam shprehur tekstualisht. Është konsent individual dhe mosha adulte është mbi 18 vjeç. Është konsent i individit, që individi është i maturuar, është adult i cili do t'i japi konsentin nëse jemi brenda këtij grupi popullate target. Megjithatë, duhet ta theksojmë, nuk ka asnjë element që udhëzuesi reflekton, po të hyni në detajet udhëzuesit, që të reflektojë dhe të ndaj kategoritë moshore për të cilat reflektohet, nëse do të kemi terapi hormonale apo jo. Udhëzuesi është kryesisht një orientues mbi bazën mjekësore dhe etike se si mund të operohet në shërbimin klinik endokrinologjik me një grup multidisiplinar me specialistë të profileve të ndryshme që janë mjekësor, mund të jenë specialistë psikosocial apo psikiatër, të cilët do të kryejnë një vlerësim paraprak të individit që kërkon të marrë rekomandime, këshillime, orientime drejt terapisë hormonale. Jemi shumë hershëm në drejtim të implementimit, në drejtim të përdorimit të preparateve hormonale, në drejtim të gjykimit mbi rimbursimin e këtyre preparateve e të gjithë hallkave të tjera me radhë. Një pyetje të fundit, zonja Tomini, a keni të dhëna ju që ka një interes të shtuar në këtë drejtim, bëni matje të tilla që do duhet të arrijë në këtë udhëzim orientues në fillim dhe për të ndjekur më tej me hapa të tjerë? Vlerësimi klinik, qoftë në drejtimin e shërbimit endokrinologjik, sepse e reflektoj edhe një herë ose e rishpreh, është një trajtim që reflekton kryesisht rekomandimet dhe është një ekip multidisiplinar që vlerëson. Pa diskutim, interesi i një individi të caktuar do të vlerësohet nga të gjithë parametrat klinik, për sa i përket individëve apo grupeve target të cilët mund të jenë brenda këtij grupi popullate që mund të jenë të interesuar, sigurisht që kjo do t'i lihet kohës në vlerësimin klinik dhe në vlerësimin e të gjithë parametrave të shëndetit fiziologjik të individëve që janë të interesuar. Një element i fundit procedurial, zonja Tomini, këto udhëzime keni firmosur ju. Flitet që është bërë në kohën kur ministre ishte Albana Koçiu. Jam e saktë, jam gabim dhe pse ju dhe jo një ministre? Zonja Merita, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, sigurisht që portofolet e detyrave ndahen specifikisht në bazë të profilit shëndetësor, në bazë të eksperiencës, në bazë të ekspertizës shëndetësore, por edhe jo shëndetësore, sepse siç ju e dini dhe popullata është në njohje, ne jemi 4 zëvendës ministra, të cilët brenda profilit të tyre kanë obligimin dhe detyrimin sigurisht të përgjigjen kërkesave të popullatës, qoftë me firmosi, qoftë me orientimet caktuar në bazë të planeve të veprimit, strategjive apo dhe urdhrave që sipërfundmi ju e cituar. Zonja Tomini, shumë faleminderit që gjetët kohë për të sqaruar këtë udhëzim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Faleminderit shumë dhe natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Shikues të nderuar, ishim në këtë bisedë me zëvendës ministren e Shëndetësisë, një ndryshim në rendin e ditës, në agjendën e programit tonë sonte dhe kthehemi aty ku unë